U kthejmë në studio për të diskutuar për temat politike në vend që kanë të bëjnë në lidhje me mos konstituimin e Kuvendit të Kosovës edhe sa do të zgjat ky ngërç politik. Të flasim pak a shumë edhe për temat që kanë të bëjnë me liberalizimin e vizave për Kosovën edhe tema të tjera. Me mua në studio është Selatin Rezkoceli. Faleminderit shumë që pranua që t'jeni pjesë e Infodesë. Faleminderit për ftesën. Inderum ne kemi pa një periudhë goxha të gjatë që nga zgjedhjet e shkurtit po kalojmë një krizë institucionale, nuk kemi konstituim të Kuvendit të Kosovës. Pse po bëhet pikërisht Albulena Haxhiu emër e cila gjithsesi duhet votohet për krye parlamentare? Vërtet, vetëvendosja ka pas seancës 5 ose 6 ka dash në një farë mënyrë më shmang kësaj çështjes të emrit të Albulena Haxhiut, sigurisht edhe me insistimin e saj, dhe kanë gjetë një metodë tjetër antiligjore që të kalojnë nëpërmjet të ashtu quajtur votimi mshef, që unë mendoj edhe ajo është demokratike, por në këto raste kur fillohet një seancë, e cila po vazhdon 25 herë radhazi, nuk mundesh me ndrru, si kur të themi, destinacionin. Nëse ti ke nisë me shku në Londër, edhe tash po dënë të në mes, ja po dhe ndroj po shkoj në Washington. Njëjtë është edhe me votimin në kuvend. Edhe votimi i hapur, edhe votimi mshef, të dyjat janë metoda demokratike edhe janë të lejuara me kushtetut, por në mes të një seance, se kjo është një seancë, po marrë parasysh që po zgjat 25 ditë apo kanë kalu 50 ditë, dhe ta tentojnë, ta ndryshojnë dhe nëpërmjet komisionit për verifikim të vazhdojnë tutje dhe të shkojnë në metodën e votimit msheft. Edhe këtë do të zgjas ky proces pafundësisht, dhe jam i bindur që kjo formë e mosvotimit komisionit, edhe për mos të kalu te emri kandidatit, do të shkoj deri në pushimin vjetor që do ta kenë. Nëse flasim atëherë për bie në gusht. Po, edhe aty është qëllimi për të shkuar në barazim të zgjedhjeve lokale me zgjedhjet e përgjithshme. Sa është e dashme, zotëri Rezkoceli, një barazim i tillë, edhe zgjedhjet lokale, edhe ato të nivelit qendror? Vetëm në një aspekt është e dobishme, sepse financat për shkak të buxhetit. Për shkak të buxhetit do të jetë profitabile dhe do të kursehet një shumë prej 5 milion eurosh, por në këto kohë kur qindra miliona Kosova po humb edhe fondet ndërkombëtare, është fare e parëndësishme se a do t'i harxhojnë KQZ-ja parat buxhetit 5 milion më tepër vetëm të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme. Mirë po, se nuk po vijet në pikpyetje. Ka prapavi sepse mendojnë, sepse këta në zgjedhjet e kaluara nuk janë ndau mirë me zgjedhjet lokale, sepse kandidatët apo strukturat e organizuara në nivele lokale i kanë shumë të dobta për mos. Flasim për vetvendosjen. Po, vetvendosja nuk ka fare struktura në nivele komunale. Dhe zgjedhjet e përgjithshme i fiton për fat keq një emër, e që ai emër është Albin Kurti, derisa në ato zgjedhjet lokale nuk kanë strukturim, nuk kanë të organizuara ata i thojnë qendra, edhe nuk kanë pika në për fshatra, në për lokalitete më të vogla, nuk kanë kryesi, dhe kjo krejt bëhet me një emër të përvetshëm që është Albin Kurti, dhe këtë tenton edhe mendon që autoriteti i tij do të arrijë të fitojë disa komuna, e sidomos pretendojnë llogarisin që ta fitojnë Prishtinën, ta fitojnë Prizrenin, edhe ndonjë komunë tjetër më të madhe, Gjilanin veç e kanë, por edhe ato mendojnë ta kenë përsëri. Kështu fitojnë edhe nivelin lokal, edhe nivelin qendror, edhe pastaj të vazhdoj kjo valle e cila është shumë e rrezikshme për Kosovën, që një parti, siç është vetvendosja, parti autoritare, të udhëheq edhe me pushtetin lokal, edhe me pushtetin qendror, atëherë ne do të përgatitemi që të kalojmë në diktaturë.
Ju mendoni që nëse vetë vendosja i përfshin edhe shumicën e komunave edhe në Viljen Qendror, do të kalojmë në një diktaturë? Po, gjasat jenë mave që tani përshihet se cili prej qytetarëve që pak din të rezonoj, pak din të mendoj, e shef se neve që jemi në sistem autoritar. Kemi qenë për këto 4 vjetë në sistem autoritar. E shofim ne si vendoset për bugjetin, e shohim se si shpenzohet bugjeti, e shohim se si dështohet në projekte, e shohim se si veprohet. Një person me një këshilltar në këtë rast, vendos për gjithë shka për fatin e Kosovës, për tarmen e tonë, për tarmen e fëmijëve tonë, për tarmen e familjeve tona. Vërtet jemi në rrezik. Kosova është në rrezik të madh të izolimit ndërkombëtar. Veç peshohim masat, sanksionet kanë fillu pak të heqen, sepse peshohin kryenitsinë e kurte dhe s'po dojnë bashkësia ndërkombëtare me psu populli. Edhe defenderi tani që po mba atje në ushtrimet ushtarake në Gjakov, ato thjesht janë bërë për hatër të FSK-s, e cila është produkt, është fëmijë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe ka leju për ndryshe, për sjelljet që i ka qeveria jonë, jo kompetente, edhe tash që është në shkeljet plot të kushtetutës, duke vepruar, duke marrë vendime për çdo ditë, vendime të rëndësishme, gjitha janë antiligjore. Por edhe nëse shkohet në hapin tjetër dhe caktohet komisioni dhe votohet, po themi në rastin më të mirë, Albolena Haxhiu, do të kontestohet nga kushtetusja, sepse këta janë 7-8 ministra që ushtrojnë detyrën e ministrit ekzekutiv dhe njëkohësisht janë edhe deputet. Kjo është ndaluar rreptësisht me kushtetut që deputeti i cili e betimin në asnjë mënyrë nuk ka të drejtë të ushtrojë funksion ekzekutiv. Dhe në këtë rast, kur ata votojnë Albolena Haxhiun për krye parlamentare, pas 24 orë, 48 orë, do të ankohet opozita edhe kushtetusja do të rrëzoj votimin dhe kështu do të vazhdoj. Mund të ishte një lehtësim, ndoshta, një kalim të situatës, nëse Albolena rrëzohet, po themi kushtëmisht nga ana kushtetuese, mund vendoset një emër tjetër, ndoshta që të kemi pak ndryshim të situatës, megjithëse është bërë edhe për opinionin e lodhshme. E gjithë kjo skenari përsëritur çdo ditë, e një çdo 48 orë dhe mos shkulja në asnjë hap më tepër. Është goxha e lodhshme për publikun, duke ditur që po kalojmë në kriza të mëdha, siç është edhe kriza ekonomike në vend. Unë thash, edhe po të vendoset për një emër tjetër, edhe të votohet, po të deshi opozita, po i themi opozitë se ende s'kemi opozitë, sepse s'është vënë në vendit, po të deshen Partia Demokratike, LDK-ja dhe Aleanca ta kontestojnë edhe emrin tjetër, qoftë ajo zonja Bugujevci ose zonja Selimi, që Aleanca i ka propozu si emnat mund shumë, ose Glau Konjufca, që jam i bindun që pranohet nga një pjesë e konsideruar e opozitës, përsëri nëse numri i votuesve është më i vogël se 70 për shembull, e në mesin e tyne i kemi 8 vota të ish ministrave, përsëri mund të rrëzohet. Jemi në një krizë institucionale që unë nuk e shoh asnjë zgjidhje të problemit. Edhe kjo po na shkakton, Kosovës po i shkakton pasoja politike, pasoja ekonomike, shoqërore edhe pasoja ndërkombëtare. Këto pasoja do t'i bartin gjeneratat, do t'i bartin të rinjët, do t'i bartin pasardhësit tonë për këtë humbje, po themi 6 vjeçare, se prej momentit që është instalu në ato zgjedhjet e para, Albin Kurti, kryeministër, e deri tani, kur jemi këtu në intervista, apo dje në tubimin e mbledhjen e 25 me radhë të konstituimit të kuvendit, ne vetëm stagnim kemi, vetëm shkurje mrapa kemi, vetëm
po themi, një kataklizm, një katastrofë e cila po ndodh për fat keq me qëllim, se kush është prapa kësaj, ma shumë se tjetë Rusia, Serbia, Greqia, askush tjetër, armiqt kryesor të Kosovës, atyne është të shku gjithçka për shtati. Jemi pa faktikisht një propagandë që ka fituar të bëhet në Kosovë, duke thënë se serbët në veritë e Mitrovicës po dobohen nga shtëpitë e tyre, pashtu çdo ditë përballemi me propaganda që Serbia mundohet që të instalojë në Kosovë, ndërkëtë që neve nuk kemi një institucion i cili do t'i mbikëqyrte të gjitha këto që mos të eskalon të edhe me tepër situata. A mund të bëhet diçka që të mos përhapet kjo propagandë dhe pse nuk kemi institucionet në vend? Ajo është e koordinuar, është në marrëveshje, që në marrëveshje me kënd. Në marrëveshje ndërkombëtare të Ohrit edhe në aneks që një pjesë e qytetarëve të kenë banesat kolektive edhe të bartën nga ajo lagje ku ata jetojnë, por tani ata po e shfrytëzojnë politikisht vakumin institucional, edhe po shfrytëzojnë në mënyrë që në arenë ndërkombëtare kemi pasi dalin ata dhe proklamojnë se po i largojnë nga shtëpitë e tyre ku ata i kanë ndërtuar me mundë, po ajo është marrëveshje. Ajo marrëveshje në mes Vučićit edhe qeverisë tonë edhe kryetarit serb, që ajo pjesë e asoj lagje në Leposavić të bartën në prona kolektive, në banim kolektiv, edhe gjithçka është në rregull, por sigurisht që në këto raste të vakumit institucional, kur s'ki organe, kur s'ki kuvend, kur nuk e qeveri, edhe Zotira Qëseri, qka po fshjet tjetër pas kësaj marrëveshjes së Ohrit? Po na dalin çdo ditë diçka arisi e reja, siç është edhe rryma në veritë e Mitrovicës, pra që ata nuk janë të detyruar me të paguajnë 16.1%. Po me kujt e marrin ata rryman? Nëse këtë qytetarët e vendit po e paguajnë këtë rritje për 16.1%, ndërkaq që ata që nuk e paguajnë këtë fakturë që e paguajmë neve. Me kujt ata furnizohen? Furnizohen prej Keskos edhe këtë si sikur që furnizohen të gjithë qytetarët tonë, por marrëveshja që është ndërmjet Elektroprivedës serbe edhe Elektroseveri serbe edhe qeveria jonë janë marrë vesh që ata të marrin rrymen me ato çmime qysh i kanë gjithë dhe zëreja për një region i cili nuk ka pagu me vitet të tëra rrymë, edhe tani i ndonë qytetarët të rendit parë, i lënë serbët, derisa qytetarët e shqiptarë në shumicën e pjesës të paguajnë me rritje enorme të energjisë elektrike, edhe derisa liberalizimi tregut që po ndodh apo ligje për liberalizim të tregut të energjisë, po ngarkon bizneset tona, vërtet kjo është një mafi energjetike e cila po vepron në Kosovë, për fat keq me realizim të krejt marrëveshjeve, edhe tani kur na mendojmë që e kemi sovranitetin e plot, sovranitet që shumë më i mirë ka qenë para këtyre viteve se tani. Tani atje kemi vërtet policinë e Kosovës, por e kemi lënë vakum policisë Kosovë dhe veprimet e këqija mund të bëhen në pjesët jugore apo në tërsinë territoriale të Kosovës, derisa ne atje tentojmë të arrujmë një popullat 20-30.000 banor me dhunë, apo të zbatojmë se policia me gjitha ato institucion i dhunës, në anën tjetër kemi vakum të madh institucional, policor, që po kemi edhe raste, si që e kemi pa vrasje, dukurin negative, kriminale, të shumta të cilat ndodhen më për shkak të numrit kufizuar të policisë, të cilët nuk janë gjendje ta përcjellin edhe të kujdesen për pjesën tjetër vitale të Kosovës. Nuk po them që nuk duhet atje ta kemi kujdesin, por hapat që janë duke ndërmarrë atje, këtu i shohim ka njëherë, jo u liru, kjo jo hap një market, jo hap një pik poste, jo, të gjitha ato janë me marrëveshje, numrat e veturave, regjistrimet, të gjitha lehtë e veturave, përkthimi
i lejeve, të gjitha janë në marrëveshjet të Çka Brukselit është në favor dhe aneksin tonin? e Uhrit. Po, çka është në favor tonin? Për kësaj marrëveshjes të Ohrit, përveç ndaljes mos lobimit të Serbisë kundër Kosovës në arenën ndërkombëtare që të mos kemi çnjoje të Republikës tonë. Çka kemi ne me përfitime tjera? Ne po shohim gjithë këto favore që ju kanë bënë serbët atje, gjitha kjo është në favor të Serbisë, se ata i kanë kërkuar më një farë mire, po neve çka favore kemi tjera? Ne s'kemi asë një favor. Ne si kur punojmë kundër vetë vetës. Ne po blokohemi, ne po vetë izolohemi, ne po vuajmë për gjithçka. Ajo ma e rënda që është të rinjët në eken. Bota e re ik po e lëshën vendin, sepse nuk shohin perspektivë. Edhe ne, të moshuarit, që kemi mbet këtu, i kemi ndalë edhe fëmijët tonë. Sot, nëse kërkojnë fëmijët tonë dikur, i lutnim edhe në luftë që mos tikin, sot i lusim, let jam synë, 4 muajnë, sepse Kosovën po në shkatërrojnë. Po në shkatërrojnë njerëzit tonë, qeveria jonë, që e ka zgjellë populli jonë. Perspektiva për e të qëndruarit në Kosovë, në gjitha aspektet, është shumë e zëmët. Tani, për neve disa që kemi një mosh, na janë bërë edhe nipat e mbesat. Ne nuk kemi ku t'i qojmë shkollë. Nuk mund t'i shkollojmë në sistemin privat, sepse s'kemi financa. Edhe ato kushtojnë shumë shtrejt. Edhe nuk garanton askush, edhe pse kemi shumë shkolla private, nuk garanton askush se ato kanë cilësi. Edhe ato njëjtë, vetëm zhvatin, vetëm t'i marrin parat. Dërshka cilësia jetë e njëjtë. Arsimi publik është mizerje. Shëndetësia urojmë që mos t'i ndodhë askuj t'a provoj shëndetësinë publike. Vdes për një medikament, vdes për një terapi, vdes për një ultrazë, vdes për gjithçka, sepse duhet me prit, me vite. Një koronografi duhet presësh. Zemra nuk pret 2 vjetë. Shtinë në rend për shkaqe të korupcionit e gjithçka e keqe që pëndodhë këti vendi, edhe ne, qeveria jonë, bën hajgare, sillet në formën më të keqe, kuvendar tonë, që aty brenda ati kuvendi ka njerëz të cilët nuk e meritojnë deljet miru në malë, ose në fusha, e lërëm të futen në parlament e të na përfatsojnë popullatën tonë, rinin tonë të mrekullueshme, e cila vërtet nuk përdjen se çfarë është duke i prit. Andaj, unë mendoj që kjo qeveria jona, këta njerëz tonë, duhet fillojnë të mendojnë edhe për neve që jemi këtu, jo për familje që i kanë qu vetë jashtë, e kujdesin vetë kryeministri, familjen në Norvegji, e vetë këtu sërëllotet dhe bën hajgare me të armën tonë. Kjo vërtet është e patolerueshme, edhe populli do të gjykoj, do të vënohet, po vënohet pak populli jonë, por jam i bindun që fundi do të vije i keq, për fatin e keq edhe opozitën e kemi të dobët, sepse edhe shoqëria civile është të dobët. Asgjë nuk vepron këtu, sepse në këto rrethana do të duhej të mbylli kuvendi me protesta, me organizime, dhe mos të lejohen dalin fare ata deputet. Nuk po them për t'i hudhur në kontat bërlogut, si që ndodhte në Çeki. Por, edhe këta janë duke e meritu diçka të tillë, sepse po tallën, po bëjnë hajgare me inteligjencën e cila po flenë, Akademia Shkenca, asnjë zë, institucionet, asnjë zë. Intelektualet e Kosovës asnjë zë. Nuk më njeriu normal ta merr me mend se prej nga gjithë kjo frikë e qytetarëve tonë. Pse po frigohen kaq shumë? Prej kujt po frigohen? A kanë kërcënime? Kush po i kërcënon? Edhe dohet një intelektual i cili hesht në këtë gjendje, ai nuk e meriton titullin e intelektualit. Një akademi e cila hesht në problemet më të mëdha të cilat
i ka Kosova në këto momente, duhet të reagojnë, sepse shohim problemet e botës, shohim sot Anglia po porosit armë bërthamore, për çka? Sepse ka kërcënime globale të luftrave, jo Kosova, këto parullat, kërkush smiret me Kosovë, të mendosh që ti me 1 milion banor, rezident, je diçka në një pik ujë në oqean, kjo është gabim i madh. Edhe Albini po mendon që krejt lideret e botës do të sillen rreth tij. Kush jemi ne? Çka jemi ne? Çka përfaqësojmë ne? Fatkeqësisht bota po kalon një reformë. Edhe bota po ballafaqohet me problemet mëdha globale, lindjen e mesme, e shohim çka ndodh në Palestinë, Gaza, e shohim çka ndodh në Ukrainë. Kena mendu që Trumpi do ta ndalë, ku është ndalja e luftës atje? Edhe akuzohet atje Zelenski se ai është fajtori kryesor. Domthonë edhe ne, me ne s'o ka merret kërkush. Ne jemi të interesuar që është merret dikush, edhe për fat ende nga pak. E shohim çka na thanë 2 ambasadorët, i Francës dhe i Gjermanisë. E shohim çka na tha ambasadori i BE-s. Na thanë se Shqipërinë nuk e kena izolu në asnjëherë në kohën e Xhaxhit. As juve nuk ju izolojmë, por jo për vetë izoloni vetën. Atëherë, Vërtet të janë mesazhe që duhet gjithsesi të merren në konsiderat. Ne nuk faleminderit shumë që erdhën në Info Dia dhe ndajmë të gjitha këto informacionet që kanë të bëjnë me pjesën politike në vend dhe mënyrën, se si po bëhet politikë. Faleminderit për ftesën. Të nderuar shikues, ne do kthehemi pas pak.